Të nërmiq, përshëndetje, mirë se ritakojmë sërish në emisionin Kjo është koha në këtë takim të përditshëm në muajin e begatë të Ramazanit, duke lutur Zotin për gjithë secilin prej jush dhe për gjithë secilin prej besimtarëve musliman që në këto ditë është agjërueshëm, është më pranë Zotit, është më i lidhur me punët e mira. Ju ftoj gjithashtu që të qëndrojmë së bashku për disa minuta për të njohur me një koncept të rëndësishëm në fenë islame. Do të flasim për atë dimension që njeriu e bën sa besimtar, aq sa të dobishëm në rrethin e tij, në shoqërinë e tij. Do të flasim për një hadith, një postulat profetik ku profeti Muhammed thotë se më i miri për jush është ai që është më i mirë ndër njerëz, është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Po si ta kuptojmë drejt këtë hadith dhe si ta jetësojmë, veçanërisht në këto ditë të zgjedhura, siç janë ditët e muajit Ramazanit, për këto do të dëgjojmë shpjegimet e Hoxhës të nderuar Hoxh Arjan Kutellit. Hoxh, mirë se vini. Mirë se vini. Hoxh, nëse flasim për këtë hadith të profetit Muhammed, i cili duket sikur na vendos përballë disa standardeve të qarta. Nëse do të jesh më i miri, do të jesh më i dobishëm për njerëzit. Si mund të bashkohet dashuria për Zotin me dobishmërinë ndaj njerëzve? Në fakt është një lloj kushti që profeti Muhammed e vendos. Në fakt hadithi ka një shkak i cili vjen si pasojë një pyetje ndaj profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe si zakonisht sahabët e kishin zakon të pyesnin gjërat më me vlerë. Jo vetëm gjatë thjeshta, por se cila është vepra më e mirë. Kjo pyetje ka ardhur shpesh tek profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ka orientuar. Por se kësaj radhe është pyetur cili është njeriu më i mirë. Jo vepra më e mirë, po njeriu më i mirë. Në këtë lloj forme ka ardhur dhe profeti sallallahu alajhi wasallam i tha njeriu më i mirë është më i vlefshmi, pra më dobiprursi për ta. Dhe kjo është një hadith cili me hulumtuar, jo, si themi as pak as shumë, po me hulumtuar mpreht në të, shikom që ky përfshin në një dimension tepër të gjerë dhe shumë shtresat shoqërisë, i prek në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe me të vërtetë profeti sallallahu alaihi wasallam është i dhuruar nga Zoti fjalët përmbledhëse, po me kuptime të mëdha shumë. Një lloj dimensioni i kushtëzimit të mirësisë së njeriu është vlefshmëria që ai i sjell për komunitetin ku jeton, për njerëzit që ka përreth. Çfarëdo lloj shtrese qofshin këta njerëz dhe çfarëdo lloj statusi kanë këta njerëz. Pra në një farë mënyrë kur thot profeti Muhammed më i miri për jush, po do thotë ai që më i devotshëm, më i vlerësuar tek Zoti, në një farë mënyrë është ai që është më i dobishëm ndaj njerëzit. Atëherë është e pamundur që njeriu të jetë i mirë me njerëzit po s'pati lidhje me Zotin. Mund të jetë diçka, por se jo ajo që reflekton fuqishëm tek njerëzit, sepse nuk është e plotësuar, se ne kemi parë dhe njerëz që ndoshta nuk është e plotësuar, por se ideja qëndron se më i miri i cili pret shpërblimin e Zotit, është ai që është më i miri me njerëzit. Sepse shpërblimi me Zotin, domethënë njeriu gjithnjë ka lidhje me të. Megjithatë, hadithi tregon një pjesë të lidhjeve të njeriu me të tjerët. Ka një pjesë ka me Zotin, ka një pjesë ka me njerëzit. Me rrethin ku jeton. Ndaj dhe hadithi përfshin çdo stres kundrejt çdo strese tjetër. Çdo stres ose çdo individ kundrejt çdo strese, po edhe ata të cilët janë në karshit të tij, pra janë në proporcione të tjera, në statuse të tjera, edhe ata kanë të njëjtat obligime, sikurse edhe dikush ka obligime ndaj të tjerëve. Ndaj dhe hadithi në të njëjtën kohë edhe të sfidon, dhe thotë urdhëroj ja ku është mejdani, ja ku është si themin e starti, ja ku është dhe korsia jote, urdo zgjidhe dhe konkuro. Bëhu më i miri. Bëhu më i miri, kaq është më thjesht, shumë më thjesht. Dhe për ta matur këtë më të mirën, për mos ta lënë thjesht në dimensione mirësie ose konceptuale, ka thënë bëhu më i dobishëm për të tjerët. Ndërkohë, për të tjerët këtu ka thënë për njerëzit, pra jo vetëm për besimtarët, jo vetëm për muslimanët, po përfshin të gjithë njerëzimin, pavarësisht racës, fesë ose kombësisë që kanë ata. Pikërisht kjo është bukuria e hadithit, se hadithi është gjithëpërfshirës. Shkencat e hulumtimit të teksteve që studiohet, shkencë e veçantë, e cila është, si themin e peshore dhe kandari i njohjes tekstit, fjala më i miri prej njerëzve është fjala gjithëpërfshirëse. Dhe për njerëzit në ana tjetër e hadithit i përfshin të gjithë, pa dalluar muslimanin dhe jo muslimanin. Ndaj ti si musliman, ne si musliman jemi
jemi të parët që na kërkohet kjo kërkesë. Pra ne si musliman, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam e pyetën besimtarët që kishte përreth. Edhe ne si muslimanë duhet të reflektojmë për të gjitha shtresat e njerëzve që kemi përballë në mënyrën më të mirë për ta. Në mënyrën më dobipruese për ta. Prandaj besimtari është njeri i çiltër dhe i sinqert me njerëzit. Dhe nuk mund të jetë mashtrues. Në të njëjtën kohë nuk mund të jetë as njeri dredharak i cili e mendon për veten duke ja dredhur tjerëve, duke ja hedhur tjerëve, duke u bërë si themi ne zhvatës edhe emocionalisht i tjerëve. Jo, ai është gjithnjë dhuron më të mirën e mundshme. Dhuron më të mirën që ka. Bën më të mirën që mund të bëj për të tjerët. Pra vetëm që nuk ka vend për urrejtje ndaj të tjerëve, për mashtrim ndaj të tjerë, duke qenë se shpesh tjetri në përplasjet mes civilizimeve, qytetërimeve dhe grupeve të ndryshme shoqërore, tjetri është justifikuar, pra lufta ndaj tjetrit, zhvatja ndaj tjetrit është gjithmonë justifikuar se ka thënë është tjetri, nuk jam unë, nuk jemi ne. Hadithi na nxit që dhe tjetrin ta trajtojmë me mirësi. Madje të garojmë në këtë aspekt. Ndërkohë që është e vërtetë që në civilizime dhe përplasje civilizimesh, është ajo, si thon, ligji i shtytjes ose i largesës nga njëra palë e tjetra me forma të ndryshme aktesh. Por sa i përket asaj që shikojmë nga tradita profetike e jetuar në Mekë edhe në Medinë, ne vërejmë se aktet morale dhe format e fjalëve të cilat uzonte profeti sallallahu alajhi wasallam kanë qenë në kulmin e kërkesës së dhurimit mirësisë 1, dhurimit të dobisë 2. Sa i përket fjalëve verbale, Zoti zbriti në Kur'an dhe tha: "Dhe thuajuni njerëzve më të mirën se shejtani, djalli, u hedh mes tyre armiqsinë." Ndaj njeriu duhet t'i godas njerëzit me pambuk, duhet t'i godas zemrën, duhet t'i godas shpirtin, duhet t'u gjej atyre hallin. Pra, si thot tjetri, pika e dobët e njeriu të shky hall. Dhe ti përpiqet t'ia zgjidhësh. Pra atë ka nevojë ai. Absolutisht. Nëse ja zgjidhje më i miri. Profeti sallallahu alajhi wasallam ishte në Medinë jo vetëm me komunitet musliman, por kishte edhe komunitetin hebre. Dhe ata bën marrëveshje me njëri tjetrin për mbrojtjen e Medinës. Kur në këtë kohë profeti rrinte në Medinë dhe gëzonte status të plot qeverisës në të, një grua nga Meka vjen dhe do të vizitoj vajzën e saj. Nëna ishte jo besimtare, ndërsa vajza besimtare. Profeti sallallahu alaihi wasallam tek ishte në xhamin e vet, kjo gruaj vjen i thotë më ka ardhur nëna dhe është jo besimtare. Ata pres mirë, domethënë ata ti bëj bujrën, të sillen si duhet me të në mikpritje apo jo. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Mbaje lidhjen fort me nënën." Edhe pse në atë kohë ishin në luftë, ishin në betejë. Në të njëjtën kohë ka ardhur dhe Abu Sufjani tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe e ka pritur në shtëpinë e tij, edhe pse ai në atë kohë ka qenë kreu i armiqësisë, karshi jo vetëm thirrjes profetike, por edhe në mënyrë tepër reale me të, sepse ka pasur inate të vjetra. Ndaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam kur erdhi në Medinë, e priti në shtëpinë e tij. E priti si krye të anës së Mekës, si palës kundërshtare, dhe e priti si vjehrin e tij, sepse ishte martuar me vajzën e Abu Sufjanit. Ndaj dobi sjellja tek njerëzit në njëherë nuk është vetëm në anën materiale që ne shikojmë më ndihmoj këtu. Jo, në njëherë dobia është fjalë e mirë, në njëherë dobia është futja e gëzimit, në njëherë në zemrën e tjetrit, në njëherë dobia është në mbajtjen e lidhjeve farefisnore, në njëherë dobia është në buzëqeshje me tjetrin. Ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam çdo vepër e mirë është sadaka. Dhe ta mendosh këtë tani, si mund mos të funksionohet me njerëzit, çdo vepër e mirë është e tillë. Ndërkohë më i miri dhe më bujari ishte profeti Muhammed. Edhe pse ai ndoshta nuk ishte më i
pasuri, po themi, në dimensionin e pasurisë fizike. Që do të thotë, cila është dobia më e madhe që mund t'ju ofrosh njerëzve? Cila është ndihma më e madhe që mund t'ju ofrosh njerëzve dhe çfarë ju ka ofruar profeti Muhammed alayhis salam kryesisht njerëzve të tjerë? Allahu e cilëson të dërguarin e tij në fund të surës Tobe, ku i thot, ju ka ardhur një i dërguar nga mesi juaj. Ishe e shtrenjtë për te ajo gjë që ju mundonte. Domethënë, gjëja që mundonte besimtarët ishte goxha e dhimbshme për profetin. Pra, empatia e profetit alayhis salam ishte në maksimum. Në maksimum. Ishte e dhimbshme për te ajo gjë që ju rëndonte. I kujdesshëm me ju, me besimtarët, mëshirues dhe i butë. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur tregohet edhe për jetesën e tij, vërtet si thatë, që herë nuk ishte as të hante ndonjë. Kjo është megjithatë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ishte në gjendje të tillë, çka gjente në shtëpinë e tij i adhuronte të tjerëve. Çka gjente në shtëpinë e tij i adhuronte të tjerëve. Madje nga fjalët e tij është që ti bësh mirë të tjerëve. Thot, sikur të shkoj dhe ti qaj hallin dikuj deri sa t'ja mbaroj, është më e hishme për mua se sa të ri i mbyllur për adhurim në xhamin tim me 1 muaj. E mendoni që njeriu në vetmi hap librin e Zotit, mediton, çohet, falet, sa shpërblime ka njeriu në Ramazan. Po e themi sikur dikush i mbyllën dyert në xhami dhe fusin ushqimin në dritarja. Vetëm me adhurim kur del nga ajo botë 1 mujoshe është i mbushur plot me refleksion. Mendoni që të rendësh, të ecësh, të lodhesh, të ngresh celularin, të shkruash një letër, të bësh ndërmjetësin, të përdorësh figurën tënde që të kryet halli i tjetrit, është më e dashur tek profeti se sa adhurimi i Zotit 1 muaj. Ndërkohë ka njerëz të cilët me profesionin e tyre presin çdo ditë hallexhin. Siç mund të jetë pozita e një mjeku, siç mund të jetë pozita e një mësuesi, e një polici dhe shumë të tjerëve në dyert e cilëve trokasin për ditë hallexhi. A mund ta shndrojnë këtë rutinë të përditshme në një adhurim me dobishmëri ndaj njerëzve duke synuar pikërisht këtë sevapin e madh dhe sevapin e lavdëruar nga profeti Muhammed? Në fakt, marrëdhënia me publikun, siç i thonë edhe ndryshe sot, takimet e shpeshta me njerëzit, kush është pas një zyre, pas një dere, ku trokitet shpesh, vërtet ka shansin e mirë që të jetë më i miri i njerëzve. Ka shansin e vërtet të jetë më i miri i njerëzve. Sepse vendosja e vetes në këto pozicione ti jep aksesin që ti të kesh mundësinë e kthimit të punës tënde në mision dhe jo në një rutinë rrogë vetëm. Është e provuar, thot Ibn Qaymi, që ata të cilët u shërbejnë të tjerëve, apo u japin sadaka, apo u bëjnë mirë, ndjejnë kënaqësi më të madhe se sa ata që e marrin atë. Është e provuar. Prandaj njeriu i cili është në këto pozicione mund ta kthejë atë punën në mision. Ai mjeku para se ti vi i semuri mund të me buzëqeshjen e tij mund të shkarkojë 50% të streseve. Ai nënpunësi i cili është pasi tavoline, mbas cilit mund të jetë një firmë, mbas cilit mund të jetë futje në një radhë e të tjera, mund ta kthej këtë në një mision mjaft optimist dhe mjaft emocional, duke mos harruar që njerëzit kur u bën mirë ta kthejnë me lutje. Jo vetëm në çastin kur ti e shërben atë diçka që ke në dorë, jo vetëm në këtë rast, por kam rezultuar në raste kur edhe pas 10 apo shumë viteve, njerëzit thotë Zoti ja shpërbleft të mira, sepse në këtë rast më qëndroi ky person.
cili është ky person nuk njihet tek të tjerët, vetëm ai i cili i trokiti derën. Prandaj kthimi i punës në mision, jo thjesht në një rrogë. Ata ka për ta marrë, ka për të mbaruar. Ka për ta bërë edhe më të begat shoqërinë. Do thonë dhurimi i të mirës në këtë lloj forme e bën dhe shoqërinë më të begat, më të ndjeshme, më të qasshme me njëri tjetrën. E kundërta është nëse kthehet profesioni, kthehet maks për njeriu. A mund të themi se duke marrë të kundërtën e këtij hadithi, mund të themi se njeriu më i keq është dhe ai që është më i dëmshëm për të tjerët. Pra, a është një matje e saktë dobishmëria dhe dëmi ndaj të tjerët për devotshmërinë dhe pozitën tek Zoti, pasi shpesh e masim me adhurimet, me veçimin në xhami e tjera si këto, të cilat gjithashtu janë një tregues. Po ndërkohë duket sikur për këtë tjetër kemi një hadith shumë eksplicit dhe shumë të qartë. A do thotë se më i dëmshëm për njerëzit është dhe më i urryer tek Zoti? Nuk ka diskutim se hadithi ka të kundërtën e vet, që është automatikisht derivate të parës. Siç e thash edhe më përpara, kemi shkencën e matjes së tekstit. Një prej lëmive të kësaj shkence ose titujve të kësaj shkence është nën kuptimi i tekstit në anë të kundërt. Do të thotë që më i miri është ky, domethënë më i keq është ai që bën tjetrën. Pra të kundërtën, është fiks kjo që sapo cituat, që më i ligu i njerëzve është ai që u bën më shumë dëme atyre. Transmetohet prej dietarëve të parë që thotë ditën e Kiametit Zoti ka 3 flet. Kusuret e njeriut me Zotin, Zoti e ka përcen. Pra mund t'i fal. Kusuret ose hakat e të tjerëve, Zoti asaj fletushke i shkon deri në fund. Do me thënë i merr hakat njeriut deri në fund. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot kush i bën njerëzve zullum një pëllëmbë tokë do të dënohet me 7 toka. Do me thënë Allah dënim ditën e Kiametit vetëm për një pëllëmbë tokë. Mendoni njerëzit që përfshin e përpin miliona e miliona para e të tjera gjëra duke uzurpuar të tjerët. Është i dëmshëm. Mendoni që një njeri ulet pas një zyre dhe ka jetën e dikujt në dorë. Ai nuk firmos dhe e le të vdes. Pa dyshim se këte e rok hadithi, fjale e profetit, fjale e Zotit Xheleshanuhu, dhe kush e vdes një njeri është një lloj sikur i ka vdekur ose i ka vrarë të gjithë. Ndaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam sa do njeriu të jetë i ngarkuar me adhurime, sa do t'i ngarkoj vetes adhurime, nëse nuk ka sjelljen me njerëzve adekuate, prap është në rreshtin atyre që ditën e Kiametit kërcënohen dhe shkatërrohen. Zoti na ruaj. Është e dhimbshme. Ndërkohë, nëse i rikthehemi sërish të veprave të mira, duke sikur ato kanë dhe një kusht tjetër që të jetë sinqert për hatër Zotit. Pra, ndonjëherë nga natyra mund të jemi të tillë që ndihmojmë të tjerët, përfshihemi të tjerët. Po duhet ta përfshijmë hatrin e Zotit që ta arrijmë këtë shpërblim, pra duhet që ta lidhim veprën e mirë me synimin e shpërblimit të Zotit. Kjo lidhja e veprës me haterin e Zotit e bën njeriu tepër të lirë. Dhe tepër pa pasoja në të njëjtën kohë. Për arsye se kur e bën për hart të Zotit, njeriu nuk pret nga njerëzit falënderime. Dhe bërja e një vepre për hart të Zotit e ruan njeriu nga shumë komplekse morale të mëvonshme. Pra edhe nëse njerëzit ndoshta nuk janë falënderues, ndoshta nuk janë mirënjohës. Mund të jenë edhe fyes ndonjëherë. Në të njëjtën kohë mund të jenë edhe fyes. E them se dikujt i ofrove një shërbim të mirë, ai e transformoi fare në mendjen e tij si pasojë e parë gjykimi apo diçka tjetër, dhe të fyeu për momentin. Ndërkohë që ti the është bërë për hatër Zotit dhe ka përceve. Në këto raste shpërblimi jo vetëm është më i madh, por se Allahu Xheleshanu thot në Kur'an dhe për atë që ka frikë
qëndrimin përpara Zotit do të ketë 2 xhenete shpërblim. Dhe për atë që ka frikë, qëndrimi përpara Zotit. Qëndrimi përpara Zotit bëhet me veprat për hir të Zotit. Kaq, është e thjeshtë. E kundërta atit që bën mirë dhe nuk e bën për hart të Zotit. Ndodh që iku, harroj, tha një fjalë të mirë. Vjen dhe pas sa kohë thot, erdhi, nuk tha as kështu, as ashtu. Ndaj dhe Allahu thot në Kur'an, o ju që besuat, mos i prishni veprat e mira që u bëni të tjerëve, duke ja përmendur dhe duke pritur falenderimet e tyre. Mos i prishni veprat, as duke i ngacmuar njerëzit që unë të kujtohet e tjerë, as duke ja përmendur e tjerë. Ka njerëz që sot vinë rreth e qark që të kujtoj që ai të ka bërë një të mirë dikur. Aman, kur e bën për hir të Zotit, asnjëherë nuk të shkon mendja qoftë edhe tek një fjalë tjetër faleminderit rrofsh. As te kjo. E jo me ti thuash pastaj na bëj një dua, na bëj një lutje. As për këtë s'ke nevojë. Pra nuk është ai ankthi i shkaktuar kryesisht në rrjetet sociale kur ti e bën një vepër të mirë dhe fillon të publikon e tani pret se cilat janë reagimet, komentet, lajket, shpërndarjet, cilat të kthehen gjithashtu në një lloj varësie dhe në një lloj ankthi kur ato nuk përmbushin pritshmërinë e lajkeve të vendosura si standard tashmë. Të marrët me njerëzit është ankth dhe stres, të marrët me Zotit është qef, rehati dhe shlodhje. Njerëzit nga natyra e tyre shpeshherë janë mos mirënjohës. Është natyra e njeriut mos mirënjohja. Dhe njeriu është shpeshherë harraq, i harron gjërat. Ndaj dhe Allahu xhaleshanuhu ka thënë për vepër mirët, për ata që u bëjnë dobi të tjerëve. Me të vërtetë ne ju ushqejmë për hir të Zotit. Nuk duam prej jush shpërblim dhe as falënderim. Ne e bëjmë këtë për hatër të Zotit. Ne e bëjmë vetëm për hatër të Zotit. Ne me të vërtetë kemi frikë ditë ku do të nxihen fytyrat. Kur mendon këtë ajet, njeriu nuk ja ndjen dhe nuk i shkon në përmend e falendëruan njerëzit apo e shpërblyen për atë gjë që bëri. Ndaj kam dëgjuar disa të urtë që thonë kur bën një të mirë, merre si guri dhe hidhe në lumë dhe harroje. Dhe mos u merr me njerëzit e mbajnë mend as e mbajnë mend. Në fakt edhe kthimi i falënderimit është detyrë për ata. Nëse se bëjnë e kanë për vete. Ndërkohë, si mund ta kuptojmë dobishmërinë, mirësinë e dikujt i cili adhuron Zotin shumë, por se mirësia e tij ndër njerëz pothuajse nuk shihet fare? A është ky një njeri i cili ka të drejtë të pretendojë pozitë tek Zoti, devotshmëri, duke qenë se kohën më të madhe ja dedikon adhurimit, po ndërkohë në rrethin që rrethon askush nuk e ka parë hajrin si thot populli? Është e pamundur që njeriu të jetë kaq i devotshëm dhe mos ta reflektojë tek njerëzit. Është e pamundur. Duhet të jetë keq kuptimi i madh i adhurimit. Absolutisht është si i themi ne, përfytyrim i gabuar ose një pasqyrim i gabuar i adhurimit. Pse? Njeriu ka lidhje farefisnore. Profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë dikush në shokët e tij që unë e mbaj lidhjet, ata s'më vizitojnë, unë i ndihmoj, ata s'më ndihmojnë. Unë i mburr, ata më shajnë. A si t'ja bëjmë këtë? E profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i tha ti çiko. Ktheja siç ta kthen. Drejtësi është. Është drejtësi, po drejtësi është. Ktheja siç veprojmë, ktheja edhe ti. Ndonjëherë themi kështu e meritojnë. Jo, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, po ti jesh në këtë gjendje që ti je akoma tani, është një lloj sikur, si themi ne, i vetë ngrihesh kurse ata poshtrojnë veten. I ka thënë një shprehje sikur i fryn atë hirin e prushit. Thotë që s'jeni në atë nivel. Dhe vazhdon të jetë me ty një ndihmës nga Zoti për herë. Ndryshe profeti thoshte, po shko atje bëj namaz edhe
Rehatohu, mos u merr me njerëzit, se njerëzit lodhin. Në një hadith tjetër, Profeti sallallahu alaihi wasallam i hadith tjetër, besimtari i cili zhytet me njerëzit dhe përzihet me ta dhe duron nga çmimet dhe problemet e tyre, është më i mirë se ai i cili vetmohet në adhurim. pra sfida është mes njerëzve. Sfida është edhe përballë, po themi, keq kuptimeve, edhe përballë ndonjëherë edhe mos mirënjohjes, ndonjëherë po themi edhe atyre cytjeve të djallit mallkuar që ju e përmendët në fillim, i cili synon këtë përçarjen dhe grindjen mes njerëzve. Unë kam një pyetje të thjeshtë për njerëz të cilët e ndjejnë veten kështu si të palagur, thonë. Në cilën aspekt të jetës punët shkojnë gjithë një vaj. Kjo është natyra e jetës. Absolutisht. Allahu thot në Kur'an, e kemi krijuar njeriu në vështirësi. Jo se Zoti ka gjetur vështirësi në krijimin ton, fare. Zoti thot behu dhe ne behemi, njerëz. Pra natyra e kësaj jete është që kalon përmes vështirësive. E kemi krijuar njeriu të jetojë në vështirësi. Diku ecën bar, pastaj merr malore. Diku ecën udh e mirë, pastaj del me gjamba. Diku bashkohesh me njerëz të mirë, diku me njerëz Absolutisht. Dhe njeriu nuk i duket tabani, i thon në shqiptar thon taban, në arabët thon minerali mirë, thon nuk duket vetëse kur vihet në zjarr. Vetëse kur vihet në zjarr. Domethënë e gjejmë floririn, arabët kanë një shprehje të bukur, floriri gjendet me dheun, por se pastrohet në zjarr. Dhe mbetet safi. Qofse do të jesh safi, duhet të fluturosh, si thon disa, o fluturo lart me shqiponjat, ose në moçale me mushkonjat, nuk ka rrugë tjetër. Ndërkohë në këtë muaj të veçantë, siç është muaji i Ramazanit, besimtarët kryesisht fokusohen tek agjërimi, gjithashtu tek leximi i Kuranit, tek lutjet edhe tek veprat e tjera. A duhet fokusohen edhe tek dobishmëria ndaj shoqërisë, duke i referuar këtij hadithi? Pra cilat janë disa nga veprat më të mira që mund t'i bëjmë veçanërisht në këto ditë të zgjedhura, siç është muaji i Ramazanit? Ramazani është multifunksional. Ramazani ka shtyllat e veta të adhurimit, të cilat janë baza energjitike, të cilat i japin njeriu të fuqinë që të përballojë përballje me njerëzit. Nëse themi agjërim 1, çelja me njerëzit 2, taravit qëndrimi 20, 30, 1 orë në këmbë, lutje me lot e tjera, dhurimi i sadakas në mënyrë tepër bujare, normalisht këto nuk bëhen asnjëherë vetëm. Njeriu është i rrethuar nga njerëzit. Ndaj dhe këto vepra të mira të cilat janë cituar në tekste fetare që duhen të kryhen, normalisht këto janë ato të cilat i japin fuqinë besimtarit në zemër që të reflektojnë ndaj të tjerëve edhe me dobi. Ndaj i shikojmë njerëzit në Ramazan, madje edhe ata që s'kan besim fare, të luten, tu tregosh diçka, të luten, ti kujtosh për ndonjë agjërim, sepse edhe ata kanë dëshirë të bashkohen me ty. Jo vetëm kaq, por se madje ndonjëherë njerëzit edhe të kujtojnë, ore sot është Ramazan. Domethënë sikur të thotë që na e bëj këtë gjë, na sill pak dobi sepse sot është për hir të Ramazanit na e kryej këtë punë. Pra kjo është koha për të qenë më i mirë, për të qenë më i dobishëm, për të qenë më pranë njerëzve dhe kështu dhe më pranë devotshmërisë së Zotit. Në fakt Ramazani, thon dietarët, dhe kohët e mira i kanë shpërblimet më të larta. Ndaj Zoti kur zgjedh një kohë, tregon që veprat e mira në atë kohë janë shumë fish më të larta, më të pranuara dhe më me shumë sevape se sa në kohë të tjera. Ramazani është i gjithi i begat. Ndaj dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot, ju erdhi Ramazani muaj i begat. Begatia tregohet edhe në dobisjellje. Mbase një dobi që i bën dikujt këtu në këtë botë, Allahu të heq një breng në botën tjetër. Hoxha, unë ju falenderoj shumë për këto minuta që ndam së bashku, për këto këshilla dhe për këto sugjerime që orientuam drejt audiencës tonë për të qenë më mirë, më dobishme për veten, për familjen dhe për gjithë shoqërinë. Faleminderit shumë. Allahu shpëlbeft mirë.
Pra miq, këto ishin minutat e takimit sotëm, ishim me Hoxha Arjan Kutellin, ku fokusuam pikërisht vetëm tek një thënie e profetit Muhammed dhe normalisht nuk arritëm dot ta shterojmë plotësisht, po mjaftueshëm u përmendën udhëzime dhe frymëzime për gjithë secilin prej nesh që të jetë më i dobishëm krah njerëzve ku ai jeton, sepse tillë do të jetë më i mirë pasaj edhe tek Zoti, më i devotshëm dhe më i vlerësuar, dhe kur më shumë se sa në këto ditë njeriu mund të arrijë mirësinë dhe devotshmërinë. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirë takofshi.